në vitin 2019 hapet një procedurë koncesionare nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë për të dhënë bashkimit operatorëve Kastrati Grup dhe kompanisë tjetër Edilal 2019 për të dhënë me koncesion shfrytëzimin e portit Marina Limion. Më pas në vitin 2020 është dhënë një tjetër vendim i Këshillit të Ministrave për të dhënë në shfrytëzim 260.000 metra katror apo 26 ekrat të tokës të Marina Limionit përreth, ku një pjesë e saj ishte brenda planit të përhapjes dhe ishte në pronësi të flotës zyrtare. E gjithë kjo procedurë është bërë nga shefi i shtabit të përgjithshëm në atë kohë, ka qenë zoti Bardyl Kolçaku, i cili e ka dërguar për miratim këtë kontratë me kërkesë të kompanive të interesuara te Ministria e Mbrojtjes në atë vit në atë periudhë ka qenë zonja Olta Xhaçka. Kjo është bërë pa marrë mendimin dhe miratimin e flotës zyrtare që ishte pronari dhe pa marrë dhe miratimin e presidentit që ishte zoti Ilir Meta, president në atë kohë, i cili duhet që të nxirrte një herë me dekret nga plani përhapjes tokën e flotës zyrtare që ishte brenda zonës që u dha për shfrytëzim dhe e gjithë kjo procedurë me shkelje më pas është kallëzuar nga ish komandanti i flotës zyrtare zoti Artur Meçollari. Po ashtu ai ka bërë një tjetër shtesë të ky kallëzim sa i takon dorëzimit të kësaj toke kompanive Edilal dhe Kastrati Grup, sot Kastrati Energji Trade, sepse ka ndryshuar pronësim të kontrata e qeras që shpirmosur me Ministrinë e Financave, dhe dorëzuesi ka qenë shefi i shtabit në atë periudhë presidenti i Republikës zoti Bajram Begaj. Dhe është bërë kallëzim edhe për pra kanë qenë dy. Njëra pjesë ka qenë shef shtabi i përgjithshëm zoti Bardyl Kolçaku kur është dhënë koncensioni gjithashtu edhe toka me qera për shfrytëzim për €1 për 20 vjet dhe pjesa e dytë, faza e dytë është lënia në dorëzim dhe aty nisën punimet. Më pas, prokuroria e posaçme ka marrë një vendim të miratuar në gjykatën e posaçme për të vendosur në sekuestro dhe për t'ia lënë këtë njësi operacionale flotës zyrtare. Është sekuestruar për momentin. Pra dhe nuk lejohet. Sa kohë ka e sekuestruar? Nga 2023. 2 vite. 2 vjet. Pra është pasi u sekuestruan ndërhyri zotëria që e pat aty tha që shkjo tha NATO, në fakt NATO nuk përmendet gjykundja. Ndërhyri kryeministri zoti. Po, tani ideja është kjo është një pronë e ushtrisë. Prona e ushtrisë nuk është pronë e Këshillit Ministrave. Që të futet, pra të bëhet pronë e Këshillit Ministrave, duhet të dalë një dekret i presidentit që ta nxjerrë si pronë. Tani që ndodh? Për ta folur, për ta shpjeguar pak më hollësisht. Pasi bëhet, pra pasi këtyre dy kompanive, dy shoqërive u jepet ky koncesion, futet në lojë forca detare për pjesën e bazës së Sarandës. Ajo është një bazë ushtarake që quhet ndihmëse, sepse është në ndihmë të bazës detare të Pashalimani. Pra, baza detare e Pashalimanit është baza e autoritetet nuk ishin mundësi të shironin këtë nga Po pra, ta shpjegoj. Aktualisht, pra 20.000 sa ishin 20.000 metra katror ishin më shumë, 270. 4 hektar ishin ato që kanë problemin. Të tjerat i kishte Këshilli i Ministrave dhe i jepte. Problemi është te kjo pjesë që e ka ushtria. Tani ç'a ndodh? Me që ajo ishte e forcës detare, bie dakord me forcën detare në atë kohë që Kastrati dhe ky tjetri të ndërtonin një bazë të re. Jo aty ku është pak më tej më në thellësi. Dhe bëhet dhe një preventiv pro buono me marrëveshje se ç'a do kishte kjo bazë e re. Do kishte një bankim ku do ankoroheshin disa anije ushtarake, do kishte ndërtesë, do kishte një depo karburanti e tjera, diku në shifrën 2 milion deri në 3 miliona, 2 milion e gjys euro. Këtu kërcet dhe debati. Olta Xhaçka i thret këto të forcës detare dhe i thot ç'është kjo 2.5 që keni bërë ju? Nuk ka lek investitori, i thot për këtë pjesë. Dhe kërcet debati me Artur Meçollarin, që i thot që baza, me fjalë, kjo është më minimalja. Ka folur këtë nëpërmjet. Po, kjo është më minimalja që mund pra merr bazën, je bazë.
Pra, që t'jemi të barabartë para Zotit dhe të bëjmë letrat dhe të mos na fusim burgas të parë asnjë tjetër, kjo bën I komanduar se nuk është... Pra, që t'jemi në rregull me ligjet, me Zotin dhe me të tëra, kjo bazë bën kaq, e re. Ndërhyrën Xhaçka dhe thotë që nuk bëhet kaq, është e shtrenjtë e tjera dhe kërcet sherri. Dhe Arturi thotë që bëje, unë nuk e bëj, unë jam për kaq. Më kupton, mua më lejon. Qartë. A dhe këtu pastaj 2 javë më brapa. Autoritetet e bën pastaj këtë. Arturi hiqet, largohet është ai sherri, shkarkohet, I gjendet një kleç. Për këtë problem. Dhe për këtë problem dhe Ishte shkaku se motivacioni ishte gjë tjetër I largimit, por debati që lindi për bazën çoi në çfarë ndodh? largim. Çfarë ndodh? Këtu futen Loj Kollçaku si shefi I shtabit përgjithshëm. Që kjo bazë, pra që të vazhdonte kjo kontratë, duhet që të jepte okej forca detare si pronare e kësaj baze. Por, me që Artur Meçollari nuk bashkëpunon në këtë pjesë, e merr përsipër Kollçaku. Kjo është ajo që ka bërë gabim dhe ka thyer ligjin Kollçaku. Këtu futet Kollçaku në këtë histori. Jo vetëm kjo është edhe pjesa që nuk është shkuar tek presidenti, që të dilte nga... Jo, po flas për Kollçakun, si u fut Kollçaku. Si u fut Kollçaku. Ne nuk I kemi thirrur dhe faktorët e prekur në këtë punë dhe më shkruan njeriu I thirrur, dhe nga të cilët unë kam patur dikur një marrëdhënie pune dhe thotë një telefon mund ma kështë bërë. Dhe ne do rimarim edhe më pas të punë. Po, pra, unë dua, jo, për para se jo. Po sepse ata mund të keni... dokumenta. Po, dakord pra. Unë kam planifikuar disa çështje, njëra prej tyre e nisa të parë nga që ndodhi sot. Apo dije, kur ka ndodhur kjo? Sot. Kjo ka ndodhur sot, dhe unë e futa. Por ndërkohë më shkruajnë që, dhe unë do t'i thresta si faktor, më shkruajnë që një telefon mund të kishte bërë në qoftë se ti do të kishe këtë punë dhe ata mund të kenë njerëzit e tyre. Kështu që ne si problematikë, është mirë njeriu I thirrur, që thonë ishte Dulakut, nga Dulakët, do me thënë, ne duhet jemi korrekt në këtë pikë, që ndoshta përfaqësuesi I tyre duhet jetë tu. Ta shpjegojmë çfarë ka ndodhur dhe kaq, dhe pastaj vazhdojmë... Me data, me vendime, me numër vendimesh, me këto po flasim. Jemi korrekt 1000%. Zoti Rakipi, aty ka një dyshim që ka ndodhur akuza e shpërdorimit të detyrës dhe kryesisht shpërdorimit të detyrës ndodh ka lidhje shpërdorimit të detyrës ka lidhje me Dulakët dhe me ka lidhje me shtetin. Nuk e dim sa ka ecë timi prokurisë. Skoça ngrihet. Sepse nëse do të ishte dyshimi për shpërdorim detyre, atëherë vetëm me kallëzimin e zotit Meçollari, zonja ish ministra, zonja Xhaçka mund të ishte marrë pa ndehur për shpërdorimin e detyrës, por SPAK është duke hetuar edhe në pisa të tjera pas një hetimi kaq të gjatë, domethënë ajo që mund të jetë logjika. Ka dyshime për këto zotërinë, pra flasim për këto njerëzit që kanë këto kompanit. Ka dyshime se kanë ndikuar në mënyrë të paligjshme në vendimarrjen e Ministrisë Mbrojtjes për pjesën. Po kush e thotë këtë? Këtë e thot hetimi. Dhe dokumentat, po. E ke nga SPAK-u? E kam. Po ma lexo. Nuk e kam nga SPAK-u, zotëri, e kam nga vendimi I gjykatës lartë për bllokimin e Limionit. Është ai vendimi që bërtitja e njeriu atij. Zoti Rakipi, më lejon? Shiko, unë po të ndërpres për një arsye shumë thjeshtë. Këto çfarë ka marrë? Ne duhet të thesim dhe faktorët e tjerë. Janë nga vendimi I gjykatës lartë për që jep të drejtë SPAK-ut ta mbajnë në sekuestro Limionin. Ferdinandi është duke shpjeguar procedurën që e kanë dhënë institucionet. Po pra. Pa tjetër, që kur përmendet një palë, rregulli I gazetarisë është që të jetë e balancuar dhe të dëgjohen të palët. Pra, këto 2 paragrafe, një po lexoj janë tek vendimi I gjykatës lartë. SPAK-u që ka dhënë të drejtë SPAK-ut për të bllokuar Limionin. Janë vendime të gjykatës lartë, bllokimin e ka bërë gjykata e lartë. Sekuestron po. Sekuestron e ka bërë SPAK-u e ka aprovuar gjykata e lartë, sepse vajtën e ankimua. E kanë aprovuar drejt gjykatës e lartë. Pra, ta lexoj edhe një herë. Këto njerëzit dyshohen se kanë ndikuar në mënyrë të paligjshme në vendimarrjen e Ministrisë Mbrojtjes për pjesën toksore të thot gjykata e lartë. Apo SPAK-u. Dhe tjetra, e thot SPAK-u. Projekti redukton parashikimet e identifikuara nga grupi punës pranë forcës detare. Që do me thënë, mendohet se ajo që propozua fillimisht dhe ra dakord Artur Meçollari që baza të jetë në këto parametra, me marrëveshjet që janë bërë më mbrapa, është zvogëluar. Pra nuk do bëj ajo bazë, është llogaritur të bëhet vetëm diçka më vogël, diçka e tillë, dyshohet kjo gjë.
Këtu jemi, në këtë pjesë.